ka rrëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë njeriu I cili ka jetuar këtë jetë, nuk ka pas ndonjë, si më thon, ndonjë identitet shumë fetar në kuptimin e veprimtarisë, s'ka pas ndonjë vepër të shuar të ibadetit, po megjithatë e përshkruan tash I dërguari sallallahu alaihi wasallam se ai njeri kur I ngjallet edhe del para Allahut fuqiplot, Allahu e pyet: "O robi, a ke bën ndonjëherë vepër të mirë në jetën tënde?" Edhe ai thotë: "Jo, Zot, kur s'më kujtohet kem bën ndonjë gjë të veçantë." Përveç ti më ke begatu me pasuni, pra kom qëndru mirë materialisht, dhe njerëzit sa herë kanë pas nevojë për me u ndihmu, jo vetëm në kuptimin e lëmoshave kështu me radhë, madje si ka përmend lëmoshat fare, po sa herë njerëzit janë kanë zor me marr borxh prej meje, thotë unë nuk I kam kthy mbrapsht. Kanë ardhur kanë lyp hua, unë ju kam dhënë, kemi caktuar afate, ju kam thënë djemve, shkoni te filani, e kanë afatin për me e kthy borxhin, nëse I kanë, ua kërkoni të hollat, nëse nuk I kanë, shtyjani afatin, pyetni, a mundi mas 2 javë, mas 1 muaj, mas 2 muajve, po nëse edhe ashtu, atëherë faljani. Ndoshta Allahu na fal neve, thotë çështo kam vepru. Edhe Allahu thotë nuk ka mundësi dikush me qenë më falës edhe më I mëshirshëm se unë, po të fali gjithsesi.